qoftë në anën shpirtërore, qoftë në anën ekonomike, qoftë në t'ju japin njerëzve një rend të drejtë shoqëror. Po këta që kemi sot janë ndryshe. Pra, pikërisht se janë Ti vetë the që unë do t'ju bëj thirrje njerëzve, unë s'jam parenj, unë i kam rënë të forta, edhe do t'ju bëj thirrje njerëzve. Ja ku e keni modelin, ja si duhet t'i ishte Shqipëria. Unë do t'jem një prej gurve që ta ndryshojmë këtë. Ky është momenti. Dhe unë mendoj që njerëzit do më përgjigjen. Këta po të bëjnë refraktar, të përpiqen të manipulojnë zgjedhjet, edhe ta ntrashin zullumin, do të afrojnë më shpejt fundin e tyre, dhe po i them, dhe Berisha dhe Rama kanë vetëm një shans që të zbusin egërsinë dhe pakënaqësinë e njerëzve ndaj tyre, vetëm duke mos vazhduar me pazare dhe me qëllime, me marrëveshje me qëllime personale në interes të grupeve të tyre. Në qoftë se ata do të vazhdojnë vetëm të sigurojnë bythën e tyre me këto që do bëjnë për të përfituar ekonomikisht, për të përfituar pushtet, për të përfituar politikisht në kurrizë të interesave të shqiptarëve, këta do të afrojnë më shpejt fundin e tyre dhe do përkeqësojnë fundin e tyre. Se këta janë të zhytur deri këtu. Janë të zhytur deri këtu. Më duket mua